Ja ku jemi përsëri së bashkut, sot ditë e hënë data 30 mars 2026. Për më shumë se 5 vjet, çdo të hënë, këdo që ka zgjidhur që ndrojni lutje të shkurtë në rrjetet sociale, së bashkut me mua e kam sjellë me besim në emrin Jezus i udhëhequr nga fryma e shenjtë përpara fronit atit që lavdia e tij, drita e Krishtit, udhëheqja e frymës, jenë duke e shoqëruar çdo javë në vazhdim jetën e tij dhe të familjarëve të tij. Qëndro me mua në një lutje të shkurtë edhe sot, po përpara se sa unë të lutem, unë dua të inkurajoj që ta shpërndash të video që dikush tjetër të jetë duke u bekuar për javën që ne sapo kemi filluar. Ndërkohë që je duke e shpërndar këtë kohë lutje, unë fakt dua të falenderoj të gjithë ju që bëni komente. Dua të më falni që nuk ju jap përgjigje të gjitha komenteve. Për më besoni që unë për këdo që bën një koment e shoh dhe i lutem Perëndis për te. Le të lutemi së bashkut. O Ati gjithë pushtetshëm, në emrin e Jezus Krishtit, personin që ka ndaluar tani, e sill përpara fronit tënd në emrin e Jezus Krishtit, që është emër për mbi çdo emër, është emri që ka shkatruar çdo lloj pushtetit satanik dhe demonik. I udhëhequr nga fryma e shenjtë me besim se ti do të bësh mrekulli gjatë gjithë ditëve të kësaj jave. Të falenderoj Zoti i dashur që ka miq këtu, të cilët edhe i njoh personalisht këtë muaj deri tani nuk e kanë patur të lehtë fare, kanë patur shumë sulme, kanë patur shumë probleme, por të falenderoj Zoti i dashur që së bashku tashmë jemi këtu në këtë javë të re. Ndaj Krishti i dashur, unë lutem në emrin tënd të shenjtë për mikun tim, për familjarët e tij. Lutem tani që ti t'jesh duke hapur rrugën me anë të dritës tënde, duke shkatruar pushtetin e errësirës, duke shkatruar kurthet e djallit që ka përgatitur gjatë kësaj jave. Të falenderoj Zoti i dashur që miku im, familjarët e tij nuk do jenë vetëm, nuk kanë qenë vetëm dhe nuk kanë për të qenë vetëm, sepse ti je Zoti që ke thënë, unë do jem me ju deri në fund të botës. Ndaj unë besoj se kjo javë, Zoti i dashur, pavarësisht dallgëve të ndryshme që miqtë e mi do të jenë duke kaluar, ti Zot do jesh së bashkut me ta dhe ti do i kalosh matan me anë të fitores tënde. Të falenderoj Zot që ne besojmë se në emrin tënd të shenjtë ne kemi fitoren. E kjo nuk do të thotë Zot që ne nuk do të përballemi me probleme, po mbi problemet, mbi shqetësimet, mbi smundjet, mbi dallgët që djalli do ngrej bashkë me demonet e tij, ne do të jemi duke dëgjuar zërin tënd që ai do të jetë duke paraprir rrugës ku ne do të ecim gjatë kësaj jave dhe ne do të shikojmë se si këto fuqi do të shkatërrohen, këto fuqi do largohen e ne do të jemi fitimtar në emrin e Jezus Krishtit në fund të kësaj jave. Nëse miku im është i smur, unë shpall shërim në emrin Jezus, e nëse ai apo ajo është i shëndetshëm, unë shpall mburoj mbi familjarët e tyre. Gjithashtu në emrin Jezus lutem. Amen, amen, amen. Do të inkurajoj nëse nuk e bër follow të profilit tim që të bësh follow për video të tjera. Për shkak se unë vej shumë video këtu ku jo vetëm lutje, po vendos edhe inkurajime të ndryshme, e që t'jemi së bashku të azhurnuar, bëj follow që në këtë mënyrë t'jemi duke bekuar njëri tjetrin. Deri në videon tjetër, paqja, bekimi, mburoja, begatia, hiri dhe dashuria pa kushte e Perëndis qoftë me ty dhe familjen tënde. Miropafshim videon tjetër.